Historikisht serbët dhe grekët kanë pretenduar se shqiptarët kanë pa aftësi shtetformuese. Pas pavarësisë së merituar por pjesërisht të realizuar nga amerikanët dhe NATO, Kosova po shfaq probleme serioze në shtetformim. A është rastësi që viti 2025 është vit krize në Kosovë? Sigurisht që jo. Në diplomaci nuk ka rastësi që nga shkurti, kur SBA ndryshoi kursin me politikën e jashtme, Kosova mbeti pa qeveri të mandatuar dhe pa kuvend të konstituar. SBA për më shumë se një vit nuk ka ambasador të emëruar në Kosovë, Shqipëri dhe Serbi. Indiferenca amerikane po nxjerr në pa problemet e para serioze të Kosovës, e cila po shfaq hapur pa aftësinë për të qenë një shtet i fortë e sovran, pa asistencë ndërkombëtare. Kosova ka rënë pre egoizmit dhe bajraktarizmit të disa politikanëve të jetë provinciale, me në krye Albin Kurtin, i cili për shkak të fiksimit pas pushtetit rrezikon të vërkazmën shtetit. Pse përgjegjësia bie mbi Albin Kurtin? Sepse Albin Kurti është kryeministri i pamandatuar dhe i pavotuar, 51%, që ka 9 muaj që mban zvarr kuvendin e Kosovës jo funksional, sepse kuvendi në drejtimin e tij funksionon më keq se kuvendi në ilegalitet i Rugovës pas viteve 90 nën pushtimin serb, sepse për 9 muaj gënjeu popullin se kishte shumicën për të formuar qeverinë, por në fund rezultoi mashtrim, sepse në këtë periudhë gjysmë shteti ai keq përdori pushtetin duke ushtruar diktat mbi kuvendin, mbi prokurorinë, mbi gjykatën kushtetuese, ndërkombëtarët dhe mediat, sepse për 9 muaj e largoi Kosovën nga Shqipëria më shumë se në 100 vitet e fundit, sepse ka bllokuar çdo njojë të Kosovës në arenën ndërkombëtare, sepse bën sikur nuk kupton parimin bazë të demokracisë. Pushteti nuk e krijon vetëm partia e parë, por shumica parlamentare. Në fund, çfarë kërkonte Albin Kurti? Ai ndërronte që shumica të votonte pakicën dhe ai të qeveriste i vetëm pa koalicion. Thjesht ta votonin se është burr i mirë, por pushteti nuk e ndan. Beogradi ka ndërruar gjithmonë që shqiptarët të shkatërrojnë shtetin në luftën për pushtet. Serbët gëzohen kur shohin një Kosovë pa kuvend funksional dhe pa qeveri të mandatuar. Beogradi është dhe më i lumtur kur një qeveri gjysmake në Prishtinë shpall armiq të gjithë partitë shqiptare në Kosovë, Shqipëri, Preshev, Maqedoni e Maltëzi. Ironikisht, kjo luftë kundër gjithë spektrit politik shqiptar në rajon vjen nga ata që mashtruan popullin me flamurin e Bashkimit Kombëtar, por sot kanë zyrtarizuar konceptin e një kombi kosovar të izoluar. Albin Kurti me egoizmin e tij është gati të ndajë shtetin, por jo pushtetin.